E ku kthehemi në studio, jemi drejt për sot drejti me ditë e re dhe siç kemi njoftuar, sot do të flasim padyshim për një nga çështjet më shqetësuese për gjithë banorët e qytetit të Ulqinit dhe jo vetëm për gjithë ata që jetojnë në vijë bregdetare. Por në gjitha le të themi ato reagimet e shumta, unë dua ta nis me një reagim ku thotë që shteti tregon se si e mbron shtetin e vet, si ishte fjalia? Ja, shteti tregon se si mbron nën shtetasit e vet. Nën shtetasit e vet. Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se më vjen në studio Armend Milla, drejtori i kompanisë hoteliere Riviera Ulqinit, por mund të themi njohës i mirë i çështjeve të turizmit dhe kur flasim për këtë situatë, për tendrat e plazheve edhe për gjithë këtë, a do të jepet plazhi i madh, a do ta mbrojmë plazhin e madh, besoj se sot kemi shumë çka për të thënë apo jo. Si është situata nga gjithë ajo çfarë ju keni arritur të shihni edhe të përmblidhni Gjermëtani Armend? Së pari faleminderit për thirrjen në studio edhe për të gjithë teleshikuesit e televizionit Teuta. Po jemi duke u ballafaqur me një situatë e cila nuk është as pak e favorshme për qytetin e Ulqinit. Nuk dua të them se gjithmonë duhet të ceki faktin që neve nuk jemi kundër zhvillimit në asnjë moment. Neve që 30 vite jemi duke luftu për të zhvilluar qytetin, mirë po shteti na ka lënë bazdore. Edhe tham me plot kuptimin e fjalës, sepse 30 vite investimet kanë qenë shumë të vogla në komunën e Ulqinit, duke ditur që Ulqini ishte me të vërtet perlë për turizmin në kohrat e arta të turizmit në 70-tat e 80-tat. Fatkeqësisht ato gjëra kanë ndiku ndërkohë, kanë ndruar ndërkohë dhe kemi ardhur deri te kjo pozitë ku neve vetë i dalim barë të gjitha problemeve pa asnjë farë ndihme. Kjo është një dëshmi se në këto ditët e fundit kemi parë se qëllimet, unë nuk dua të them dashakejse, nuk dua të them sepse nuk jam 100% i sigurt, pastaj nuk mund ta konfirmoj, po mendoj që qëllimet të cilat nuk janë të bazuara në çështjen reale nuk prujnë mirë për komunën e Ulqinit. Në qoftë se nuk kemi një plan afatgjat, në qoftë se nuk kemi një investitor strategjik, sepse investitori strategjik kur vjen për të investuar në një shtet, ai kërkon me do e mos së pari infrastrukturë në rregull, ai kërkon me do e mos fluturime, domethënë aviacioni të jetë në nivel sa më të lartë, ketë lidhje të aeroplaneve me shtete. Dhe pastaj ai kërkon një stabilitet politik më të mirë. Gjithë ato gjëra nuk dëshmojnë se një investitor strategjik vjen për të investuar në Maltezi. Unë e shoh nga pozita ime. Edhe pse gjithmonë duhet të them se ndoshta edhe nuk është e vërtetë, ndoshta edhe ka diçka nga ajo, po unë nuk e shoh, sepse një investitor të vijë të merret me tenderat e plazheve, të nis advokatin nga një shtet tjetër që të merret me dokumentacione, një firmë e cila hapet me 6 mars derisa një procesi i tenderimit shtyhet për një javë ditë, gjithë ato tregojnë se diçka është mbrapa kësaj skene. Shpresoj që të jetë ndryshe, po unë e shoh atë nga ajo perspektivë. Çka është mbrapa, atë akoma nuk e dim, koha do e dëshmoj. Unë veç kam qejf që çdo gjë që të bëhet në mënyrë transparente, sepse neve e meritojmë atë gjë. Ulqini e meriton, edhe qytetarët e vet e meritojnë transparencë maksimale. Sepse neve ishim ato të cilët e kemi nap ndihmën maksimale për pavarësimin e shtetit, neve ishim gjithmonë ato të cilët kemi përkrah çdo proces i cili është në le të themi në një farë suazash i rëndësishëm për neve, por edhe për shtetin e Malezi, dhe në asnjë moment nuk kemi qenë faktor i destabilizimit apo faktor i mos zhvillimit. Ne themi koha do ta dëshmoj edhe do ta tregoj, por a do na mbuloj koha derisa të presim? Do të ndodh në themi ajo që nuk duhet ndodh. Atë me të vërtet unë nuk jam kompetent për ta komunikuar gjë, unë mendoj se duhet me do e mos që të luftojmë maksimalisht që kjo eventualisht të ndalet ose të bëhet transparente. Le të dalë personi në fjalë, i cili potencohet që të jetë mbas kësaj firme, dhe të thoj unë jam ai, unë jam ky, edhe unë do investoj këtë, do bëj këtë, do bëj këtë. Mos të kemi mundësinë që të hapim mundësinë për dyshime për procese të cilat janë ndoshta jo legale ose diçka e cila është e msheft. Këto plazhe dihet që nuk janë në pronësi të asnjë qiramarrësi,
kemi shpalljen e tenderëve për të marrë edhe padyshim që çdo kush mund të konkurojë. Por kur e shohim që vjen një firmë, vetëm një javë, aq sa e shtyr tenderi, që hapet edhe regjistrohet në mal të zi, a ka, le të themi, vend për çështje juridike, për çështje ligjore? Unë besoj që ka, personalisht besoj që ka. Normalisht ajo nuk është pronë e qiramarrësit, edhe nuk mund të trajtojmë në atë mënyrë. Po duhet të kemi parasysh faktin që ai qiramarrës ka lënë shumë përpos mjeteve financiare, ai ka lënë shumë mund mbrapa asaj. Do më thënë, neve jemi dëshmitarë se kjo nuk është hera parë që ndodhën, ka qenë tash kemi problem me një firmë e cila i ka marrë 10 plazhe ose 12 plazhe për njerë, për para ka ndodhë që dikush dikujt të hyj, edhe ajo në mënyrë legale është në rregull, por në mënyrë morale nuk është në rregull. Nuk e shoh se është në rregull. Në botë biznesi funksionon në këtë mënyrë. Je interesuar për diçka, blen biznesin. E blen biznesin komplet. E jep ofertën, çdo vit kemi patur 3-4 plazhe të cilët kanë dalë shitje pasi që nuk kanë patur mundësi për t'i menaxhuar apo nuk kanë patur kohë për të përkushtuar, edhe kanë dalë si biznes në shitje. Çdo kush i cili është interesuar për të bërë biznes në mënyrë legjitime ka mundësinë që ta blej biznesin, ta blej plazhin ose ta blej brandin. Po kjo është fatkeqësi kena sepse neve me këto anë të ankandimit, le të themi, ose tenderimit, neve i hapim mundësi keq përdorimeve edhe keq interpretimeve. Ku pastaj hyjnë disa firma ose disa persona të cilat ndoshta nuk kanë interes bazik për të zhvilluar atë lloj biznesit, por kanë interes tjetër për të bëjnë ndonjë reketim ose le të themi ndonjë kushtëzim në mënyrë që të tërhiqen nga tenderi dhe të marrin një shumë të hollave. Edhe ajo ka ndodhur edhe gjithmonë do të ndodh me këto lloj tenderimesh. Nuk jam unë dakord që duhet të jemi që çdo pronar ta ketë për vete gjithmonë atë plazh. Po duhet të kemi një farloj sistemimit, një farloj sistemit, ku ai pronar i cili ka investu, i cili ka lënë djeshtën aty, të ketë një far benefitit nga gjitha jo. Në çfarë mënyre? Në mënyrë favorizimit. Pastaj duhet të kemi të qartë një gjë se çdo pronar i cili është i plazheve, ai punson afër sigurisht 20-30 persona, ato janë afër ndoshta 30 familje të cilët janë për të punsuar. Gjithë ato, shumica për tyre janë të gjithë qytetarët e këtij vendi. Imagjinoni që ta ndalni një lloj procesi të tillë ku njerëzit nuk do kenë, për shembull, nuk do kenë me çka të merren. Nuk jam unë dakord, nuk jam unë ai person i cili jam kundër zhvillimit. Zhvillimi bëhet edhe bëhet në mënyrë të tërthort, po duhet të ketë një lloj transparence. Ajo është qëllimi kryesor i gjithë kësaj gjaje. Edhe aty unë e shoh problemin. Se një investitor serios, ai nuk shkon për të investuar në mënyrë të tillë. Unë mendoj se një investor serios shkon taklon te kryeministri, ky është projekti, më jep çka ke nevojë për të investuar. Okej, kjo është qëllimi im, unë duhet të bëj këtë, unë do investoj kaq, edhe do jap një garanci bankare, le të themi diçka, një lloj garancie që unë do rri mbrapa këtij projektit. Pastaj shteti i rregullon kushtet. Në çfarë mënyre? Sepse ajo është pronë shtetore. Edhe në çdo moment shteti e ka, bile edhe në kontrata është neni ku thotë që në rast që shteti ka nevojë për investim të tillë, domethënë kontrata shkputet. Edhe shteti thotë nga kjo pjesë deri te kjo pjesë nuk do jepet më qira sepse kemi investitor strategjik. Po unë e shoh këtë se kjo është bërë në një mënyrë paksa shumë interesante sepse ato kanë dashur që të ulin tensionet në mënyrë që ti marrin plazhet, pastaj nuk kanë pronarët e plazheve, të mëparshëm, nuk kanë ku të ankohen. E kanë kry procesin dhe pastaj i lirohet rruga për të punuar mbrapa. Kështu që nuk e di se si do shkoj kjo punë, po unë e shoh personalisht, unë e shoh shumë problematike. Në përgjigjen, le të themi pas takimit që është pasur nga kryetari i komunës së Ulqinit dhe me kryeministrin Spajić, meqense Spajić nuk ka dhënë deklaratë menjëherë pas takimit për mediat, por në formë të shkruar është thënë që Spajić ka thënë që pas pyetjes që është shtruar në takim edhe nga ana e kryetarit të komunës tonë, që si mundet që një firmë që është regjistruar vetëm pak ditë më parë, ka thënë gjithçka është në rregull, është regjistruar. Dhe një përgjigje që në çdo, si të themi, çdo pyetje ka një lloj, gjitha varet nga perspektiva e shikimit. Perspektiva e shikimit të kryeministrit është nga një anë, e perspektiva e shikimit të kryetarit komunës është nga ana tjetër.
Kryetari i komunës shikon se si ta mbaj mirëqenien sociale në nivel të komunës në mënyrë rregull. Kur e shohim atë punë, neve kemi sigurisht 100 familje të cilët ushqehen nga gjitha ato biznese. Edhe 100 familje, her 4 persona, domethënë 100 familje të cilët ushqehen nga gjitha ato është problem i kryetarit të komunës. Edhe ai shikon se si ti mbroj ato. Kryeministri nuk ka një farlloj empatie ndaj qytetarëve, unë e shoh atë punë ashtu, nuk e di në çfarë mënyre, ai e shikon si të bëhet një farlloj zhvillimit. Po nuk bëhet zhvillimi dot pa u zhvillu qytetarët. Ajo nuk shkon, ajo shkon barabar. Ajo shkon paralel. Çdo gjë duhet shkoj paralel. Sepse gjithë këto qytetarët, unë jam i bindur që gjithë edhe ato pronarët e plazheve, po të kishin transparencën maksimale, ku investitori para 6 muajve të vinte në Malzi, edhe ta prezantonte, të vinte në Ulqin, ta prezantonte gjithë këtë. Asnjëri nga ato nuk do thonte diçka kundër. Ai do thonte, "Ok, s'ka problem, nuk është e hemja, sigurisht kemi një investitor strategjik i cili do jetë i mirë, le të themi për komunën e Ulqinit." Pastaj le të bëhen disa marrëveshje sepse gjithë ato punime nuk mund të bëhen për një afat kohor për një vjeçar. Sigurisht është një proces i cili do zgjasë 4-5 vite, ndërkohë të bëhet një marrëveshje që edhe 4-5 vite të ardhshme që të marrin pronarët plazhet e veta dhe njëkohësisht për ato 4-5 vite të gjejnë një farlloj alternative për bizneset e tyre. Kjo është shumë shpejt. Është ardhur shumë shpejt. Dhe kjo i pron në një farlloj turbulline gjithë pronarët e plazheve, jo vetëm pronarët, po gjithë edhe në punësit e atyre bizniseve. Kështu që nuk e shoh atë nuk e shoh unë të arsyeshme. Ndoshta edhe nga kjo edhe ka diçka, le të themi hajde ta shikojmë nga perspektiva tjetër. Pozitive. Le ta shikojmë nga perspektiva pozitive, ku kemi investitorin i cili është i mirëfillt. Nuk jam i bindur që investitor nuk e bën atë punë në këtë mënyrë. Ai është bindja ime absolute. Ne gjithë njihemi, sepse jemi një qytet i vogël, edhe ne gjithë e dim se kush janë qiramarrësit e plazheve, njohim njëri tjetrin, edhe padyshim që është, le të themi, një ndjenjë e keqe kur i shohim në rrugë dhe nuk dim ndoshta as çfarë të themi, sepse edhe pyetja atyre është a do të merret plazhi i madh, a nuk do të merret plazhi i madh, do të vazhdojmë me punë apo nuk do të vazhdojmë me punë. Edhe nisur nga kjo dhe nga ajo që thamë deri tani, që është bërë një ndryshim i shpejtë edhe një marrje nga dora e kësaj pune që kanë pasur deri tani, me cilën mënyrë ndoshta do duhet që edhe ne të reagonim. A do të kishte ndoshta një formë më të mirë që të jemi të gjithë bashkë pse jo dhe të protestojmë. Ne kemi pasur rastin pak javë më herët. Por sikur më njëherë dorëzohemi, në një protestë të parë kemi qenë më shumë qytetarë, në një protestë të dytë më pak në numër. Se nuk e mbajmë këtë? Kemi gjithmonë tendencën që të tërhiqemi. Unë Dafina, unë dua ta ceki, unë para 5 viteve unë kam humbur lokalin në mënyrë të nderimit. Edhe nuk mund ta përshkruaj dot emocionin edhe ndjenjën e keqe të cilën unë personalisht e kam pas. Ajo ndjenjë nuk përshkruhet dot. Sepse tërhiqesh në disa kohra të vështira kur ja ke nisur, kur ke punu me gjithë familjen, kur babi im ka punu me mjeshtra për të rregulluar lokalin, për të ndihmu djalit vet, për të arrit një farlloj mirëqenie për familjen e tij, për djalin e vet, edhe vjen puna mas 5 viteve dikush ta merr. Ajo është një ndjenjë e cila është me të vërtet e veçantë. Edhe nuk ka patur një farlloj me lufte të mëdha. Asnjëherë neve nuk kemi patur tendencë që të luftojmë për gjërat e jona, sepse neve kemi xhelozi ndërmjet veti. Aty është problemi. Derisa unë kam rregull, nuk më intereson a ke ti në rregull. Kjo është fatkeqësia jonë, fatkeqësia e këtij komuniteti. Për atë neve na ndodhin që në protestat e para dalin 30 vet ose 300 vet, nuk ka lidhje, protestat e dyta dalin 200 vet, sepse sigurisht do kush e ka gjetë interesin në mënyrë tjetër edhe pastaj të rriqet çka më duhet mu me një fjalë ç'm duhet. Derisa neve luftojmë në atë mënyrë, nuk ka arritje të suksesit. Nëse nuk luftojmë njëkohësisht, neve kemi shumë situata të tilla që na kanë ndodhur edhe gjithmonë kemi luftuar. Gjithmonë kemi luftuar. Është luftu para 20 viteve për mbrojtjen e Valdanosit. Ishtë luftu për mbrojtjen e Kërpores, në mënyrë politike, në mënyrë sociale, në mënyrë energji, duke japur energji. Çdo gjë neve mas një kohë na bjen. Unë shpresoj, sepse këtu kemi një rast i cili është pak më i madh, shpresoj që ajo energji të na mbaj. Unë jam
që të mundohet në mënyra, le të themi në çfarëdo mënyre për të mbrojtur ato qiramarrës. Nuk jemi dakord me ligjin e të mirave detare, shohim reagime të shumta edhe nga ana e politikanëve, edhe nga qytetarët, por në këto momente, cila do të ishte, le të themi, kërkesa drejtuar të mirave detare? Neve gjithmonë kemi luftu me të gjitha të gjëra. Neve kemi mbrojt Valdanosin nga ndërtimet. Kemi patur investitorin Kubus Lux, i cili ka qenë investitor, i cili është dashur që të bëj hotele, le të themi, edhe kemi mbrojtur nga ajo gjë. Kemi mbrojt Kërporen, e cila është dashur që të bëhet tokë për ndërtim, e të cilën e kemi stopu. Unë shpresoj që edhe këtë do e stopojmë. Lufta me të mirat detare është e tillë. Të mirat detare e kanë një problem shumë të madh. Problemi është sepse ato vjelin të ardhurat nga komuna Ulqinit, 59% e teritorit të mirave detareve është nga komuna Ulqinit, i vjelin gjitha ato pare dhe kthimi mbrapa është në nivel të 1%, ose 0.5%, deri ku edhe ato 1% nuk janë të zhvilluara si duhet. Kemi, si thotë Corpus Delicti, kemi faktin me Molen, kemi faktin me Kacemen, kemi faktin me Navozin me Ndreq, çdo gjë që kanë prek, asgjë nuk është rregullu si duhet. Aty është problemi më i madh me të mirat detare. Neve nuk kemi kurrë kundër të mirave detare, le të themi. Në qoftë se ato kthejnë investimet 50%, le të marrin 10 milion euro, 7 milion euro, le t'i kthejnë në mënyrë të investimeve kapitale gjysmën e tyre, edhe neve asnjëherë nuk kemi probleme me të mirat detare. Problemi është se ato vinë marrin lekët, i investojnë diku tjetër. Ai është problemi më i madh. Ato praksa duhet të ndrohen, nuk funksionon ajo punë. Edhe në nivel shtetëror është e njëjta gjë. Gjithmonë kritikohet Ulqini, i cili është se nuk jepen faturat. Unë nuk i vuj edhe ka njëherë, edhe pse duhet të mbrohet shteti, duhet të jepen faturat, duhet të respektohet ligji së pari. Po është një inferioritet i madh nga ana shtetit, sepse në qoftë se vjelti 25 milion, 30 milion euro nga komuna Ulqinit, pse nuk i kthen 10 milion në investime ose 15 milion euro në investime? Pse gjitha investimet duhet shkojnë diku tjetër? Ajo është fatkeqësia jonë. Duhet të bëjmë një far digresionit, një far lloj organizimi tjetër, sepse qytetarët e këtij Ulqinit janë në shtetasit e Malit Zi. Nuk janë qytetarët e Ulqinit, nuk janë në shtetas të shtetit tjetër. Edhe duhet të ketë një far lloj, duhet të kthej një sensibiliteti, edhe nga ana shtetnore, edhe nga ana firmave shtetnore. Për atë edhe nisen luftat kundër të mirave detare, nisen normalisht se duhet nisen luftat, sepse nuk luftohet dot ndryshe me ta. Neve i donat drejtat e jona. Pse duhet të vendoset në komunën e Podgoricës ose të Budves për mirëqenien e Ulqinit? A nuk jemi ne këto? Pse jemi ne vetmja komunë ku planet duhet të bëjnë në Podgoricë e nuk guxojmë t'i bëjmë neve këtu? Kemi ne arkitekt ato, kemi urbanist ato sa të dush. Kështu që nuk e shoh, duhet të bëhet një decentralizim total, absolut i një pushteti. Nuk mund të vendoset në Podgoricë për mirëqenien. S'ka problem. Jemi dakord për bashkëpunim, për çdo gjë. Po duhet të pyetemi. Ja kanë dalë për tenderimin e plazheve, 6 komuna bregdetare kanë qenë kundër, ato e aprovojnë. Nuk bëhet ajo punë ashtu. Nuk është në rregull, nuk është transparente, nuk është legjitime. Edhe pse ndoshta ka ndonjë mënyrë ligjore, nuk është ligjore. Mirë, a është kjo edhe mungesë, le të themi, e një udhëheqësie të mirë politike e një komune, qoftë komuna Ulqinit, se komunë bregdetare apo komuna tjera? Unë e shoh kështu, komuna Ulqinit gjithmonë, e sidomos tani bën çmos edhe luftën maksimale e bën me gjitha padrejtësitë të cilat i bën komunës Ulqinit. Gjithmonë e kemi bërë luftën, në mënyrë politike e kemi bërë sidomos tash. E kemi dëshmuar këtë punë. E kemi dëshmuar edhe në kohërat më të vështira për Valdanos, e kemi dëshmuar për Kërpore, kemi patur shumë raste të vështira ku është dashur të bëhet luftë e madhe me shtetin në mënyrë që t'i kërkojmë të drejtat e jona. Unë nuk e shoh të arsyeshme pse duhet të bëhet ajo luftë. Nuk e shoh as pak të arsyeshme. Duhet të jetë një farlloj transparencë maksimale, një farlloj bashkëpunimit. Kur ke bashkëpunimin, kur je i sinqert në bashkëpunim, çdo gjë ecën përpara. Kur nuk je i sinqert, nuk ecën.
kanë, le të themi, tani qytetarët, unë flas me zërin e tyre në këto moment. Edhe shohim nga reagimet edhe në rrjetet sociale, sepse aty e shohim, le të themi, gjithë mlefin edhe gjithë nervozizmin që kanë për këtë çështje. Vulngisht ndoshta sa tek një parti, sa tek partia tjetër. Nuk e shoh që duhet vulngisht. Është momenti që të është problemi më i madh i joni, sepse gjitha gjërat i lidhin me parti. Nuk duhet lidhen me parti. Ky është interesi i gjithë qytetarëve. Pse duhet ajo të lidhet me parti? Mos është partia e cila është në pushtet tash është fare inferiore ndaj këtij problemit. Kryetari i komunës ka shku direkt te kryeministri. Ai ka nisur procesin në gjyqin kushtetues për të vendosur për këtë çështje. Janë disa çështje politike që cilat rregullohen në mënyrë nuk mund të kërkojmë neve nga kryetari i komunës që të dalë me lejvore për jashtë edhe të nis kush hyn do e mbys. Nuk është ai proces. Duhet të bëhemi në mënyrë ligjore edhe në mënyrë të qytetëruar të mbrojmë të drejtat e jona. Nuk kemi nevojë që të bëjmë diçka më të madhe. Në qoftë se kërkohet radikalizmi nga qytetarët, atëherë vjen puna në një nivel tjetër. Le të luftojmë në mënyrë politike, në mënyrë sociale, në mënyrë deklaratave të ndryshme, në mënyrë mediatike, me të gjitha mënyrat të cilat janë legjitime. Pastaj shohim. Në emër të qiramarrësve të plazheve, kryetari i shoqatës, Prer Shkrela, jo më larg se vetëm 2 ditë më herët ka thënë se këtë sezon turistik veç e kemi të dëmtuar tashmë. Sido që të shkoj puna në një farë mënyrë nëse vazhdon kjo zvarritje, një sezon turistik të dëmtuar. E shohim si të dëmtuar? Çdo sezon turistike e jona është nga viti në vit e dëmtuar më tepër. E kjo është arsyeja sepse çdo vendim që pruhet në mars për në qershor. Çdo shtet i zhvilluar bën strategjinë e zhvillimit ku përgatitjet e sezonit turistik fillojnë nga shtatori për vitin e ardhshëm. Neve kemi gjithmonë unë edhe mbaj mend edhe në kohën kur kam qenë sekretar i shtetit, edhe kohën kur kam qenë ndihmës ministër. Çdo herë gjitha përgatitjet i kemi lënë për shkurt mars. Kur fillon ti me fol për problemet, çka të presin për sezonin turistik në shkurt mars, afati kohor është shumë i vogël për t'i rregulluar ato probleme. Se janë probleme infrastrukturore, janë probleme të aviacionit, janë probleme të furnizimit me ujë, janë probleme të furnizimit me rrymë, janë disa gjëra të cilat neve nuk mund t'i bëjmë për afat kohor 2-3 muaj. Çdo gjë bëhet ad hoc. Ai është problemi jonë më i madh. Neve duhet të fillojmë të përgatitemi për sezon nga viti i kaluar. Investimet duhet të fillojnë nga 15 shtatori. Edhe investimet duhet të mbërmbyllen deri me 15 mars. Nëse dojmë të zgjasim sezonin turistik, që turistët na fillojnë nga 1 prilli dhe më gjatë. Nëse jo, nuk ekziston mundësia që të bëjmë çdo gjë bëhet ad hoc. Ai është problemi jonë më i madh. Kur flasim për investitorin nga Abu Dhabi, Eagle Hills, shohim nga ato le të themi kërkimet që është një investitor gjithashtu edhe në Beograd, në Serbi, një investitor i cili ka një plan të bëj një projekt të madh, le të themi edhe në Shqipëri, që është publikuar. A mund të themi që ka qenë e ditur më herët ndoshta që do t'ja mësyje në thojza edhe Malit Zi? Ajo ka mundësi, po nuk e shoh unë atë arsyeshme që të jetë një farloj argumenti për këtë çështje me cilën ballafaqohemi neve tani. Në qoftë se unë edhe një herë po kthehem mbrapa, në qoftë se një investitor serioz është i interesuar, ai bën planin një vjet, bën planin si të arrihet deri ka ajo gjë. Vihet te kryeministri një vjet më përpara, vihet me një garancion, dëshmohet se çfarë planit ka, bëhet një farloj projekti ideor. Ky është projekti ideor. Me atë mënyrë ai vazhdon në procesin për investim. Nuk bëhet investimi në afat kohor për 1 muaj, nuk ka shans. Ose plani për investim në afat kohor për 1 muaj. Këto gjitha janë diçka unë stisit i cekim, të them të drejtën. Unë nuk e shoh këtë punë të arsyeshme fare, edhe mendoj që duhet të kemi transparencë. Ne kemi qiramarrës në Bregdetin e Ulqinit, në plazhin e madh, jo vetëm vendasit. Kemi qiramarrës edhe nga Kosova, kemi pasur ndër vite. Kemi qiramarrës janë jo vetëm nga komuna Ulqinit, por edhe nga komunat e tjera të Malit të Zi. A do të ishte më logjikshme që të jenë prioritare qiramarrësit nga komuna Ulqinit? Edhe a do të jetë kjo le të themi një ndër kërkesat primare edhe për të mirat detale? Unë mendoj që një farë favorizimit për qytetarët e Ulqinit duhet të ekzistojë.
sepse neve jemi qytetar këtij vendi. Duke respektuar çdo, sepse biznisi është i hapur, ekonomia është e hapur. Këto gjëra nuk mund t'i ndalosh. Ajo është procesi i globalizimit ekziston në këtë mënyrë. Neve kemi kompanitë botërore të cilët do vitë, do investojnë në Maltëzi dhe do dëmtojnë deri diku për pronarët e bizniseve të vogla, le të themi të vendit e tjerë. Po duhet të ekzistojë një farlloj favorizimi të biznisit lokal, sepse neve jemi komunë e cila është lidhur ngushtë me turizmin. Gjerësisht, shteti është i lidhur ngushtë me turizmin. Edhe gjenerimi i gjitha të hollave, të cilat bëhen nga turizmi në të gjitha vendet bregdetare, sidomos në qytetet bregdetare në Maltëzi. 34% e GDP-s nivel të Malit Zi është nga turizmi. Ajo është shtylla ekonomike më e rëndësishme për neve. Duhet pyesa diçka, me qenë se jemi në minutat e fundit. Janë dhënë miliona euro për tendret e plazheve, jo vetëm në komunën e Ulqinit, por kemi rastet edhe në komuna tjera në Maltëzi. A janë aq përfituese këto plazhe sa t'jepen miliona euro në këto tendere? Ja, nuk diskutohet, ajo puna është një proces të cilin e ka lanë të mirat detare, ka lanë një farlloj formule e cila përdoret me anë të rritjes së ofertës së parë, rriten pikët për ofertën e fundit e cila ka pikët ekstra për qiramarrësit e mëparshëm. Edhe ai është një problem tjetër. Është fare, imagjinoni 6 milion, 7 milion euro të jepet për një plazh, ai nuk është legjitime fare. Ato djegin atë garancinë bankare në shumën e çmimit fillestar dhe pastaj vazhdojnë me ofertën e dytë ose ofertën e tretë varësisht me sa konkurrojnë. Ajo është një farlloj mënyre për t'i mbrojtur këto qiramarrësit e mëhershëm, po nuk është edhe në rregull. Nuk është gjithë kjo nuk është transparente. Neve kemi patur rastin, se t'i kthemi pak kësaj teme së shumë interesante, kemi patur rastin në disa plazhe në Ulqin. Janë marrë me një shumë prej 1.000-2.000 euro më tepër nga Eagle. Kjo kompania e cila është e huaj. Si mund të shpjegojmë atë punë që të jetë një farlloj, le të themi një farlloj sigurie, që 1.000 euro ose 2.000 euro janë adekuate për të marrë plazhin nga dikush tjetër. Ndoshta janë to, unë kam një farlloj dyshimi që janë edhe informata nga brenda. Edhe kam me plot besim mund ta them atë punë. Çka është duke ndodhur aty, unë me të vërtet nuk e di. Por koha do na tregoj. Ne shpresojmë që na tregoj gjëra më pozitive në vazhdim. Armend Milla, të falenderoj që ishim pjesë së bashku e kësaj bisede në këtë mëngjes, sepse jemi në minutat e fundit të takimit dhe shpresojmë që le të bëhet më e mira, ndoshta duhet që është momenti që njëherë të lëjmë gjithë këto ndoshta papërputhjet politike që kanë të gjithë me njëri tjetrin, edhe të bëhemi bashkë për zgjidhur këtë çështje në të mirë të gjithë qytetarëve të komunës së Ulqinit. Gjithsesi. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit edhe ju.